Hoç, çka e kishte këshillu një vajzë të re apo një djalë të ri, cilët nuk dalin nga shtëpia. Po dëgjojnë në plot raste nuk dalin nga shtëpia nga frika, depresioni, paniku, janë të dëshpëruar, prej sabadena kësham zdalin as prej odës. Që momentalisht 100% na dëgjojnë. Hoxha, çka i kishte këshillu? Allahu njeriu t'i ka dhënë mend. Allahu njeriu t'i ka dhënë shpirt. Allahu njeriu t'i ka dhënë gjuhë për komunikim dhe Allahu njeriu t'i ka dhënë trup. Edhe nuk ka smundje që nuk ka ilaç në këtë botë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Nuk ka zbrit Allah i smundje derisa nuk ka zbrit ilaç. E para duhet konstatohet cilët janë arsyet e mosdaljes. Ka panik, atak, ka telashe me lloje të sihrit, ka depresion ose ankth për ardhmërinë dhe nënçmimin e vetvetit për shkak rrethanave të tjera, ka telashe nga zhgënjimi i dashurisë dhe jetës bashkëshortore ose ku ta diune, do të ka më shumë elemente. Mirë, po gjithë këto kanë ilaç. A është ilaç vetmimi në këto momente edhe jo? Këto kanë nevojë për trajtim. Këto kanë nevojë për trajtim tek njerëz adekuat. Te psikologu, ndoshta te neurologu, po ndoshta ndonjëherë edhe te një hoxh i cili duhet m'ia hekat perdën e zezë nga syt. Unë shpesh herë përmendi një shembull, nëse vetëm 2 syt i mbyll për një moment, a ka mundësi mi pa mirësitë dhe jetën? S'ka mundësi. Allahu ka kriju shumë gjymtyr, unë jam të fol vetëm për syt. Atëherë sa është kuptimi i jetës, sa mund t'i shofish mirësitë e Zotit pas sy, nuk mund t'i shofish. Atëherë djalli i mallkuar, çiftave, sikur djemt dhe vajzat, për një dështim, ndesh në dashuri, ndesh në punë, ndesh në karrierën e tyre, a duhet thuhet se ata duhet bëhen viktim dhe ta shkatrojnë jetën e tyre, kushtimisht po tham, për një sprov e cila është gjithë kalimtare. Sot ka njerëz që bëjnë edhe vetvrasje, sot ka njerëz që pinë hapa pa nevojë dhe pa konsultin e mjekëve, atëherë po themi atë çka e tham pak më herët, antidepresioni. Kush ta dha jetën, kush ta dha mendjen. Po kjo mendje, a duhet mirë të mendon për Zotin, se Zoti a nuk don ty dhe mua? Mjafton nëse ti vetmohesh dhe i bën padrejtësi jetës tënde kur ti i ri apo e re, e ki energjien potenciale, edhe në aspektin psikologjik dush më kanë më e fortë se sa çdo kusht tjetër, se fuqia është e të rit edhe të rejat. Ti edhe aspektin fizik, edhe shpirtërisht, edhe psikikisht je më e fortë. Atëherë ty të mungon vetëm aspekti realisht lidhja me Zotin, me mendu mirë për Zotin, me mendu mirë për ardhmërinë tënde. Komunikoj dhe shëroje këtë plagë, se nuk do të thosh fundi botës një dështim i një projekti të jetës tënde ose karrierës tënde. Prandaj ka mundësi me pas telashe të sihrit, të hasedit, të mësyshit, ka telashe që nuk gjen do të rrugdalje, po se dikush më ta tregu rrugën. Ne, për udhëtime në këtë botë, kur të thojna, dikush e ka navigacionin, ndonjëherë njeriu e hub rrugën pa navigacion nuk din të thon. Prandaj rruga është fjala normal, është fjala e Zotit për në rrugën e tij me hec. Por jeta jonë nuk është në dorën tënde, as temën, është në dorë të Zotit. Atëherë, nëse ti ja dedikon Allahut këtë jetë, atëherë kërko nga Zoti që të delë rrugdalja, lutë Zotin, para se me shku te mjeku. O Zot, këtë sprovë që ma ke çu, cila është arsye? Ndoshta Zoti ka dëshirë ti ta ndëgjon zonin tan, ti nënshtrohesh. S'po flas me shku, valla hoxh, këna ma elhamdulillahi në suratul Fatiha 7 herë dhe shrohem. Po nëse ti nuk e këndon dhe nuk e fal namazin, 700.000 herë më ta këndon suratul Fatiha nuk të bën dobi. Nëse ti nuk e ki bindjen se Fatiha, suratul Fatiha, Kurani është shërim për ty dhe nuk e ki këtë bindje, çka? Unë do të këndoj ty Kur'an. Frima një ujë, thonë. Frima një ujë. Ose do të thotë tjera tretmane. Prandaj ka diagnozë të cilën ka nevojë për psikolog, për neuropsikiatër, po ka nevojë ndoshta edhe për këshill tek hoxha e pastaj në fund këtë terapinë e fundit. Edhe ata të njerëz adekuat. Ndonjëherë është më mirë mi komentu njeriu të fjalë të Zotit dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam, jam mësu formulën e jetës, se sa vetëm mi lexu i ndëgjon dhe kalon. Ustos,
edhe feja përfundon vetëm me dëgjimin e disa ajeteve të Kuranit, edhe obligimi jo ndaj këtij Kuranit është vetëm dëgjimi në moment kur ti ke vështirësi dhe telashe, apo është platformë edhe është navigacioni i jetës tënde. Prandaj ky Kuran është tibyan li kulli shay, sqarues dhe detalues i çdo gjaje. Prandaj e këshilloj çdo të ri edhe të reje, e cila ka ankth, ka panik atak, ka ndonjë telashe, nuk ka mundësi, ju garantoj se ka thonë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka smundje që nuk ka ilaç, atëherë kërkoni ilaçin tek Zoti, kërkoni ilaçin te profeti, kërkoni ilaçin te psikologi, kërkoni ilaçin te neurologi, kërkoni ilaçin te mjeku, kërkoni ilaçin te hoxha, që të jep këshill. Hoxh po flas profesional i cili të këshillon për zbërthimin dhe daljen nga telashet që e ke. Allah të shpëlbeft.